Epizodi 21, sezoni 6, podcasti Flasim, fillojmë me shënimet e javës. Këtë javë, Shqipëria u zgjodh me vot unanime në krye të Forest Europe, Europa e pyjeve, për mandatin 2026-2030, duke marrë stafetën nga Suedia. Bëhet fjalë për platformën më të rëndësishme pan-europiane, ku janë Bashkimi Evropian dhe 45 vende europiane, që adreson pikërisht fushën e pyjeve dhe të menaxhimit qëndrueshëm të burimeve natyrore, duke i referuar pikërisht pyjeve. Ky është një vendim që ka një domethënie. Dhe domethënia ma hamendja është e kuptueshme për gjithë, nëse i bëjmë pyetjen vetes, a mundet vallë të mendohet se Shqipëria mund të zgjidhej në krye të organizate kaq të rëndësishme 10 vjet më parë. 10 vjet më parë kur në zonat tona të mbrojtura kërciste gjuetia e palishme dhe flamengot jo vetëm që vriteshin, por dhe haheshin. 10 vjet më parë kur pyjet priteshin dhe kamionët me dru pyesh vinin vargan lart e poshtë nga veriu në jug. 10 vjet më parë kur as nuk bëj fjalë për zonat mbrojtura, se zonat e mbrojtura që ishin tokë pa zot, ndërkohë që shumë çka që duhej vënë në mbrojtje vetëm bëhej pre e babzis. Sa hidrocentrale do të ishin ndërtuar në Vjos, nëse 10 vjet më parë ne nuk do t'i kishin thënë stop gjithë marrëzisë Shqipërisë, mini superfuqi energjetike e rajonit. Çfarë do kishte ndodhur sikur në këto 10 vjet ne mos ta kishim zgjeruar hartën e zonave mbrojtura në 25% thuajse të gjithë territorit të Shqipërisë, e të tjera. Pra, fakti që nuk e imagjinojmë dot që Shqipëria do të ishte zgjedhur në krye të këtij forumi dhe merrte stafetën nga Suedia dhe mbi të gjitha që Shqipërinë do e mbështesnin fuqishëm 2 vende, të cilat kanë një reputacion absolut për sa i përket mënyrës se si mbrojnë dhe administrojnë pyjet, Republika Federale e Gjermanisë dhe Mbretëria e Bashkuar. Pra, fakti që besoj nuk e imagjinojmë dot të gjithë së bashku, pavarësisht dallimeve që mund të kemi në të gjitha aspektet e tjera. Që nuk imagjinojmë dot se Shqipëria do të merrte kryesimin e Forest Europe 10 vjet më parë, por e merr sot, duke marrë stafetën nga Suedia, me bekimin e të gjitha vendeve, me një mbështetje shumë të zëshme në procesin e shqyrtimit të kandidaturave nga Republika Federale e Gjermanisë dhe Mbretëria e Bashkuar, duhet të na thot diçka edhe për të sotmen. Duhet na thot diçka edhe për si në të sotmen qeverisin dhe udhëheqin ata të cilët e kanë bërë këtë transformim. Dhe fakti që këtë javë Shqipëria ka marrë dhe një tjetër lajm të mirë, përfshirjen e liçenit të Shkodrës në biosferën e UNESCO-s. Një tjetër shembull domethënës që në Shqipëri nuk qeveris një forcë që shkatron, qeveris një forcë që ndërton. Nuk qeveris një forcë që abuzon me mjedisin edhe me trashëgiminë natyrore apo kulturore, po qeveris një forcë që në të kundërt kërkon që të harmonizojë të dyja bashkë, sepse të mendosh që zgjidhja është ose të konservosh ose të ndërtosh,
do të thotë mos kish kuptuar asgjë nga të gjitha zhvillimet e dekadave të fundit dhe mbi të gjitha mos kish kuptuar asgjë nga domosdoshmëria që njerëzit të rrisin mirëqenien e tyre, duke vënë në funksion të rritjes mirëqenies edhe burimet natyrore, por nga ana tjetër që burimet natyrore të mund të jenë aty për njerëzit, duhet të jenë nën kujdesin, nën përkujdesjen, nën syt e njerëzve për t'i ruajtur, për t'i mirëmbajtur, për t'i ushqyer dhe për t'i bërë ende më të vlefshme, qoftë në ato çka ato paraqesin, qoftë në atë për çka ato shërbejnë. Këtë javë shkova dhe takova banorët e zonës së Zvërnecit. Në një takim që për gjithë ata që duan dëgjojnë është i postuar në faqen time, vlen shumë më shumë se çdo ulërim, çdo zhurmë, çdo kuje, çdo shqetësim, manipulim, falsifikim, spekulim nga çorba e ditëve të fundit. Aty takova njerëz që u fyen, u masakruan nga Flamengot Online, si njerëz të mbledhur me zor, si njerëz të mbledhur kokra, si njerëz që nuk përfaqësonin komunitetin e tjerë, ndërkohë që ata janë njerëz që jetojnë në atë zonë. Ajo zonë nuk është një zonë e mbi populluar, është një zonë ku ata njerëz që kanë interesa aty, që punojnë aty, që i pretendojnë pronat e tyre aty, madje aty ku do të zhvillohet projekti, që mbajnë familjet e tyre nga aktivitetet vogla aty, nga shërbime dhe nga puna e përditshme aty, janë ata. Nuk vajta të takoj njerëz të mbledhur nga Narta poshtë apo nga Vlora lart. Vajta të takoj ata që janë aty. Pikërisht ata që e kanë interesin të drejt për drejt, qoftë për të drejtën e pronës, qoftë për të drejtën që dëgjohen, qoftë për të drejtën që të jenë pjesëmarrës në këtë proces, qoftë dhe për të drejtën që të zhvillohen. Okay? Dhe ajo që dëgjova prej tyre natyrisht nuk ishte një surprizë për mua, ishte krejt ndryshe nga ajo që dëgjohet çdo ditë. Ishte një bisedë për shqetësimet konkrete, për problematikat konkrete, për mënyrën se si adresohet një pretendim i një pronë të kthyer dhe të regjistruar, por që në rast se kthimi dhe regjistrimi janë bërë në mënyrë të parregullt, ka gjykat, ka i proces. Dhe në fund gjithçka ishte pozitive mes njerëzish që diskutojnë si njerëz. Mes njerëzish që nuk i qepen njëri tjetrit me gur në trast. Okay? Dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte se pavarësisht pyetjeve, shqetësimeve, kërkesave që kishin, në asnjë moment nuk dëgjova për tyre të vijnë diskutim vetë ideja që ky investim duhet ndalet. Madje përkundrazi, ndjeva shqetësim, edhe më pas kur dolëm ndjeva shqetësim që aman mos ndalet, aman mos ta humbasin këtë gjë. Dhe në ndërkohë kam diçka tjetër për të shtuar, lidhur me atë që po ndodh. Keni parasysh një gjë. Gjithë kjo lukuni e madhe, videosh e gjithë këta gazetarë, gjithë këta lloj ndërkombëtarësh në media që papritur u bën të interesuar për Shqipërinë, për mjedisin, për zogjtë e Shqipërisë. Nuk e kanë fare me mjedisin dhe zogjtë e Shqipërisë. E kanë secili për agjendën e vet në vendet ku janë. Disa e kanë me Izraelin, që u fut kot fare në këtë mes, ndërkohë që investitorët kryesor janë dy vëllezër musliman të famshëm në lindjen e mesme për sukseset dhe investimet e tyre dhe
që vinë nga Katari, një vend që s'ka marrëdhënie me Izraelin. Disa tjerë kanë kundër presidentit Amerikës, të cilin gjysma e duan, gjysma e urrejnë, dhe ndaj të cilit mediat dhe të gjitha sistemet online turren për çdo gjë. Disa tjerë kanë se nuk duan që Shqipëria ta ketë këtë projekt. Janë konkurrencë normal, të vinë 4 miliard në Shqipëri dhe me këto emra Shqipëria bëhet një pikë referimi si asnjëherë më parë dhe si asnjëherë më pas në rast se ne humbim këtë mundësi. Po ndërkohë, mos harroni që ka një mundësi shumë të madhe që gjithë këto rrëmuja që dalin në për media, në për rrjete online, ndryshe nga çfarë është realiteti këtu, që ka një turm në bulevard, një turm shumë biodiverse, që nga të marrët që fusin rrethin katror dhe pastaj i quajnë rrethin katror, tek lloj-lloj personazhesh që kërkojnë like dhe që jetojnë me like, influencera që fitojnë paratë e dynjas përmes rrjeteve sociale dhe spaguajnë një kokërleku taks. Të tjerë që janë delirant me flamurin të lidhur këtu në fyt, edhe që e vënë qeleshen si një certifikat pasërtie patriotike. Të tjerë që janë realisht shqetësuar, vajzat e djemë që duan të shfrynë pakënaqësitë e tyre, e të tjerë, është një turm normale. S'ka si problem. Por kjo që turma normale kthehet në qindra mijëra njerëz që po vlojnë në Shqipëri, do të mëtoj turizmin çuna goca. Kanë filluar disa shenja shqetësuese të çregjistrimeve në Sarand, disa shenja shqetësuese, pak. Por para se të bëhet trend, që të fillojnë ata që kanë prenotuar për të ardhur, pra për të sjellë ato para që do të shkojnë tek bizneset e vogla, që do shkojnë tek familjet që mezi e presin këtë sezon, atëherë do të humbasim shumë turist këtë vit. Mbase këtë doni, unë nuk besoj që këtë doni, por mbase ky është edhe qëllimi, që të jetoj vetëm me flamengot, të cilët 99.99% e atyre që i mbrojnë si kanë parë ndonjëherë me sy. Okej. Nuk e di, shikoni këtë punë. Në ndërkohë që projekti do bëhet, jemi shumë të qartë. Projekti do bëhet sepse është një mirë e madhe për ekonominë tonë, është një bekim i madh për Vlorën dhe është një kapërcim i madh epokal për Shqipërinë turistike dhe për Shqipërinë evropiane. Një tjetër aktivitet i kësaj jave, i cili nuk e bën dot të skap se ta bëj zhurmën e lajmeve të këqija dhe e gënjeshtrave të amplifikuara, ishte edicioni i dytë i Bread and Heart Festival, festivali i bukës dhe i zemrës, festivali ndërkombëtar që sjell në Tiranë një numër mbreslënës, arkitektësh dhe profesionistësh të zhvillimit urban, duke praktikisht mbledhur rreth një sofre personalitete të jashtëzakonshme. Fitues të Nobelit të arkitekturës Pritzker Prize, të cilët vinë nga të gjithë kontinentet, nga Europa, Azia, Amerika Veriore, Amerika Latine, dhe të cilët ishin mbi 600 këtu, pastaj edhe së bashku me partnerët e tyre lokal, me vajza e djemë që merren me arkitekturë, merren me zhvillim urban, dhe që faktikisht jetojnë ditë vërtet të paharrueshme
të karrierës tyre, sepse bashkëpunojnë me mjeshtat më të mëdhenj në një shkollë të hapur arkitekture dhe planifikimi urban, siç është bërë sot Shqipëria. Tirana u kthye në një hapësirë shkëmbimi idesh, përvojash mes këtyre personaliteteve, të cilët kanë parë shumë, të cilët udhtojnë shumë, të cilët bëjnë projekte kudo, të cilët janë kudo të ftuar dhe të mirëpritur, por të cilët janë absolutisht mirënjohës për këtë mundësi që i jep festivali për të qenë së bashku dhe për të ndërvepruar së bashku, gjë që nuk e bëjnë në pjesën tjetër të rrugtimit të tyre. Dhe mes tyre ishte edhe Dong Yugan, pasuesi, pasarsi i arkitektit legjendar Kong Jian-yu, aktualisht drejtuesi i studios prestigjioze Turenscape, një prej emrave më të vlerësuar në botë në fushën e arkitekturës peizazhit. Dhe Dong Yugani është faktikisht udhëheqësi i konsulencës për peizazhin e mbrojtjes së Vërnecit brenda grupit të madh të punës me projektin të cilin flamengot e veshur me flamur dhe që flasin dhe rëndom nuk din çfarë flasin në bulevard kërkojnë që ta anullohet. Projekti është duke u zhvilluar, është duke u punuar, është duke u materializuar hap pas hapi nën syt dhe falëmendjes disa prej arkitektëve më të mëdhenj të botës. Dhe Dong Yugani është pjesë e atij grupi, së bashku me inxhinier mjedisor nga më të mirët në botë, së bashku me ekonomist, së bashku me studius të cilët do të merren me impaktin ekonomik dhe social, me impaktin ambiental e kështu me radhë. E kam thënë dhe po e përsëris këtu në këtë çorb që zihen me zhurma të mëdha, është vështirë që të kaloj fjala e thënë me decibelët normal, po e kam thënë dhe përsëris. Ai grup ka ardhur në Vlorë, atëherë kur u fol vetëm për ardhjen e Ivanka Trumpit, por ishte një vizitë dyditore me atë grup të madh dhe janë bërë diskutime, workshope dhe një workshop i veçantë ka qenë që i gjithë grupi është ulur dhe ka dëgjuar disa profesorë me reputacion të lartë në Shqipëri, profesor të historisë, profesor të gjeografisë, profesor të etnologjisë e kështu me radhë. Kështu që është e pakonceptueshme, duhet të jesh komplet i papërqendruar që të besosh se ata njerëz janë bashkuar bashkë, ata bashkë investitorë që mund të shkojnë kudo në botë dhe që kanë bërë plot gjëra nëpër botë, të krijojnë këtë ushtri të madhe njerëzish ëndrimtar edhe ambicioz për të ardhur dhe për të vrarë flamengot. Duhet të jesh komplet i papërqendruar që ta hash këtë lloj flamengoje. Kështu mendoj unë. Gjithsesi, siç thash, i kemi të qarta punët në demokraci, disa zgjidhen për të punuar, disa punojnë për të zgjedhur, disa të tjerë as punojnë as zgjidhen, por protestojnë, disa punojnë, protestojnë, punojnë, disa të tjerë nuk dinë as vetë se çfarë kërkojnë. Është liri, është demokraci. Shiu ka punën vet, ne kemi punën tonë, thoshte legjendari Loro Buriçi. Kjo javë ishte e rëndësishme edhe për samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor në Tivat. Në Tivat nuk kisha shkuar asnjëherë, u detyrova të shkoj se s'kisha për të shkuar pa bërë më parë portin turistik të Durrësit. Kështu e kisha ndarë në mendjen time, një fiksim i palogjikshëm, por nganjëherë
siç tregojnë edhe këto rrëmujat e ditëve të fundit, logjika nuk është ajo që vendos gjithmonë. Vendosin dhe emocionet, vendos edhe në një farë mënyrë budallëku i njeriut. Dhe ishte një lloj budallëku imi për të vërtetës, por ishte emocional, që nuk doja të shkoja në Tivat, sepse nuk doja të shikoja Port of Montenegro. Nuk doja të shikoja Port of Montenegro, sepse Port of Montenegro është një top që i ka kaluar për shalës Shqipërisë dhe ka përfunduar në Malzi. Dhe historia e Malizi është përcaktuar nga Port of Montenegro si një histori e një vendi turistik që nuk ka bujqësi, nuk ka fabrika, nuk ka prodhime të tjera, po ka një bukuri që e ka vënë dispozicion të ekonomisë përmes investimeve të ekselencës. Dhe ai që ndërroi dhe që e konceptoi Port of Montenegro, më parë se të shkonte atje, si një top i shtyr nga uji, përmes shalve që ishin të hapura thjesht dhe vetëm për të marrë përfitime babëzie, duke e përdorur Shqipërinë si pronë, do në ta bënde Durrës, kishte bindjen që një port turistik pranë amfiteatrit më të madh që romakët kanë ndërtuar jashtë Romës, do të ishte një histori e jashtëzakonshme suksesi. Gjë që do ta tregoj natyrisht historia e re, por shumë e vonuar, jo për fajin tim dhe tonin, e projektit të portit turistik të Durrësit. Dhe u prit me sytë të xhepi, edhe ju kërkuan gjigja, kështu që iku në Malzi, e ndërtoi Port of Montenegro dhe Tivati, nga një gjë me rreth 10.000 banor që ishte i vetmi gjë që nuk frekuentohej nga turist, sepse ishte një bazë ushtarake e Jugosllavisë me ujë të ndotur e kështu me radhë, u kthye në motorin më të madh ekonomik të Malizi. Dhe Malizi që nga i moment pa shumë hajër, sepse pasuan investimet të tjera, one and only, hoteli one and only, në Europë është ndërtuar vetëm Malzi. Do ishin në Shqipëri të gjitha këto. Sikur ata që mos qofshin, domethënë të mos i kishin lënë të kalonin kështu këto topa, dhe sikur të kish menduar për Shqipërinë dhe për gjitha këto tema që flasim sot. Gjithsesi, në Tivat unë shkova, nuk kisha çfarë bëja, dhe më vjen shumë mirë të them që samiti ka qenë një samit mbase më interesanti nga pamja e përgjithshme e shtyrjes së disa gjërave dhe shtyrjes një çështje të perspektivës së zgjerimit, ama një gjë është pak po e sigurt që Shqipëria u vlerësua si një vend që është pranë antarësimit. Shqipëria u vlerësua për të gjitha ato që ka bërë dhe si një vend që është pranë. Ndërkohë që zëri ynë u dëgjua qartësisht përsëri, unë i ngrita të gjitha ato për të cilat kam kohë që përpiqem dhe brenda atij rrethi, sepse një gjë e kemi arritur. Në atë rreth nuk ka më kush jam unë e kush je ti, siç ka pas qenë dikur, të gjithë i dëgjojnë me respekt dhe na dëgjojnë me respekt. Dhe unë kam shumë shpresë që do të kemi lajme shumë të mira shumë shpejt përsëri në atë aspekt, dhe jam edhe më i bindur sot se çisha përpara këtij samiti që ne do të arrijmë atë që duam të arrijmë. Do të arrijmë atë që duam të arrijmë. Dhe takimi me kancelarin Merz ishte provë absolute e faktit që vlerësimi është maksimal, mbështetja është maksimale dhe vetëm puna është ajo që nuk na e bëjnë dot as gjermanët, as italianët, as francezët, por duhet ta bëjmë vetë. Kështu që të gjithë në punë, secilin punën e vet. Faleminderit shumë.